Përshëndetje. Sot për menyn e iftarit kam përzgjedhur receta të lehta që bëhen shumë të shijshme. Ja vlen me provu një iftar të thjesht me këto receta që I kemi përgatitur të gjitha vet. Qëndroni me ne për të kuptuar dhe për të përgatitur një meny iftari tepër të mirë edhe të shijshme. Fillojmë dhe I përgatisim recetat. Iftarin për sot kam përzgjedhur me përgatit me fileta viçi dhe këtu kam gjithsej 1 kilogram e gjys fileta viçi të cilët pra I kemi shtypur nga pak, po e vreni. Te mishi shtojmë 100 ml vaj. Mandej shtojmë krypën, 1 lugë të mesme me kryp, ose 2 lugë të vogla të çajit. Vazhdojmë edhe hedhim vegetën, 3 lugë të çajit, pra të vogla, po e shikoni, me vegetë. Këto masa janë fiks për me përgatit këtë recetë, pra mishi ju bëhet ashtu siç duhet perfekt, nëse e përgatisni kështu siç po e përgatis dhe unë. Biber të kuq, shtojmë 1 lugë të çajit edhe pak ma shumë se 1 lugë të çajit, pak hudhër pluhur, vetëm pak, edhe pak biber të zi shtojmë, gjithashtu pak. Dhe për ta bërë mishin më të mirë, shtojmë edhe soja sos, dikon 2 lugë të gjellës. Vazhdojmë krejt mishin e përzim derisa të pëhet, pra të përzihen edhe të thithen të gjitha këto përbërës që I kemi hedhur tek mishi. Është mirë që mishin për shembull ta leni të pushoj në frigorifer në mëngjes, mandej në mbrëmje kur do afrohet koha e iftarit, pra ta përgatesni. Do e lëm në frigorifer. Pastaj marrim edhe e shtrojmë në një tigan. Vazhdojmë edhe mishin e kavërtisim ose e skuqim pra nga pak në të dyja anët. Mishin po vazhdojmë edhe po e fërgojmë kështu mirë nga njëra anë, pra fillimisht do e skuqim mirë nga njëra anë, mandej do e rrotullojmë nga ana tjetër. Kështu mishi pra fillon pak të zihet e mandej mishin do e lajmë që të pjeket gjithashtu në furrë të shpëretit, pra me përbërësit edhe me recetën që do e përgatisim për sot. Tash edhe nga ana tjetër do t'i lajmë mirë që të fërgohen, edhe kështu kena me përgatit mishin ose filetat e vishit për recetën e sodit. Është një iftar që ja vlen të provohet, bëhet shumë I mirë I shijshëm, provoni edhe ju recetën, qoftë për veti, qoftë për mysafir, ja vlen kjo recetë. Edhe tash po vazhdojmë kështu në të njëjtën mënyrë. Pra po e përgatisim recetën duke e fërguar mishin. Po e vreni që gjatë fërgimit po lshohet edhe një lëng që do të na bëj edhe salcën pastaj shumë më të shijshme. Në të njëjtin tigan vazhdojmë edhe hedhim 400 deri në 500 gram këpurdha, mirë po gjithmonë do mundoheni t'i gjeni të freskëta, sepse këpurdhat që janë për shembull turshi, si këto që I kam unë, e kanë një shije pak më të tharpt, por kur I keni të freskëta, salca ju bëhet më e shijshme, sidomos për mysafir ju preferoj pra t'i përgatisni të freskëta. Shtova edhe pak biber të kuq, 1 lugë të gjellës miell, edhe vazhdojmë kështu I kavërdisim edhe pak që të fillojmë pak të skuqen. Po e vreni që dal nga dal kanë filluar edhe të skuqen, edhe krejt në fund shtojmë edhe kremin, krem përgatim, çfarë do lloj kremi, pastaj vazhdojmë edhe krejt përbërësit I përzim, pra kështu e përgatisim edhe salcën për ta shoqëruar me mishin që e kena gati. Pra vazhdojmë shtojmë pak biber të zi për shije si dhe hudhër pluhur, gjithmonë e preferoj hudhrën pluhur sepse nuk I jep shumë edhe aromë të rëndë, pra këtu shtova edhe pak kryp,
dikon gjys luke të qajit, edhe tash vazhdojmë i përzim krejt, edhe do ta lë kështu në temperaturë të ulët pra që të vloj. Unë por recetën e sodit kam vendosur me përgatitë edhe patate, një ndër recetat e mia të preferuara të patateve në furrë që ja vlen t'i provoni sepse bëhen tepër të mira dhe të shijshme. Këtu po hedhim një lugë të gjellës me vegetë, mandej gjys luge të gjellës me kryp ose një lugë të mesme, nuk e mbushni plot. Shtojmë gjys luge me biber të kuq, pak erëza ose kerri për t'i dhënë edhe shije edhe ngjyrë patateve, pak biber të zi, vetëm pak, edhe shtojmë vaj, dikun 50 deri në 60 ml vaj, pra duhet të lyhen mirë patatet me vaj. Krejt këto vazhdojmë i përzim mirë, derisa të përzihen, të lyhen patatet me krejt përbërësit që i kemi hedhur. Është recetë e lehtë e shpejtë, jam e sigurt që të gjithë ju do ta pëlqeni. Mundeni ta përgatitni për vete, mundeni edhe për mysafir. Unë për këtë recetë jam duke përdorur patate rreth dikon 2 kg e gjys ose 3 kg, pra aty dikon. Dhe tash këtu pasi që i kemi hedhur në tepsi, po vazhdojmë po e përgatisim edhe mishin, sepse mishin që e kena fërgu, unë do ta vendosi në të njëjtën tepsi ku edhe do bëjmë pjekjen e patateve, sepse mishi do t'i duhet edhe pak kohë derisa të zihet edhe të jetë gati. Prandaj vazhdojmë edhe kështu. Veprojmë si në video, mandej mishin e lyejmë me pak gjalp, shtojmë edhe rendin tjetër të mishit, sepse gjalpi e bën tepër të butë mishin gjatë zierjes. Tash vendosim edhe filetat e fundit, gjithashtu prap i lyejmë me pak gjalp, edhe në fund e shtojmë lëngun që ka mbetur këtu në pjatë, edhe pastaj vazhdojmë edhe i mbështjellëm, pra po e vrini që kam shtruar letër për pjekje fillimisht, edhe letër alumine. Kjo edhe do ta ziej mirë mishin, por edhe nuk e lë me u djeg derisa patatet janë në furrë. Pra kështu e veproni edhe ju, edhe do ta vendosim në tepsien ku ne i kemi shtruar edhe patatet, pra në të njëjtën kohë le të bëhet edhe mishi, edhe patatet, edhe ta kemi gati pra recetën e sodmit për iftar. Krejt në fund po e vrini që po i shtojmë nga pak perezilla ose thërmia buke, kështu patatet ju bëhen më krokante. Nëse doni i shtoni, nëse jo, nuk i shtoni. Vendosim në furrë në temperaturë 250 gradë që të piqen. Derisa po pjeken patatet, unë në tigan po shtoj pak vaj, edhe dikon 200-300 gram me file pule, të cilët i kam përgatitur pra pak më herët. Sepse sot kam vendosur të përgatis edhe një sallatë. Shtojmë pak kryp, shtojmë pak kerri për t'i dhënë edhe ngjyrë edhe aromë mishit, dhe tash vazhdojmë me kavërdisim mirë. Pra thash që për iftarin e sotëm po përgatisim edhe një recetë të sallatës me mish që bëhet shumë e shijshme. Pasi mishi të jetë skuqur mjaftueshëm mirë si këtu në video, është gati edhe mund të filloj me përgatit edhe sallatën. Vazhdojmë edhe për recetën e sodit. Për sallatë do të shtrojmë marulla ose lakër jeshile, mandej shtojmë vezë të ziera, të cilët i kemi zier më parë, edhe i kemi nda në pjesë të vogla. Unë këtu kam zier dikon 2 deri në 3 vezë. Pastaj shtojmë domate. Domate i shtoni sa të doni ju. Vazhdojmë në fund e shtojmë edhe mishin,
të cilën e kemi përgatitur, ose file pule të fërguara. Edhe kjo është një recetë e sallatës, ja vlen të provohet për mysafir ose për veti si të doni ju. Tash po e përgatisim një saltë tepër të shijshme. Këtu kemi shtuar 4 lugë të gjellës kos, shtojmë pak biber të zi, pak hudhër pluhur, shtojmë pak ryp edhe në fund pak majonez. Krejt përbërësit do t'i përzim, mund të shtojmë nane të thatë ose majdanoz të thatë ose oregano, pak vaj dhe vazhdojmë të gjitha i përzim mirë dhe këtë përzierje që kena përgatitur ka një shije shumë të mirë e shtojmë tek sallata. Mirë po kjo është opcionale, mundeni edhe mos mi ashtu, mund t'i shtoni pra sikur që përgatitim sallatat e tjera, por unë ja hedh këtë lloj të përzierjes sepse vërtet i jep shije shumë të mirë. Mund ta provoni recetën në një pjatë dhe nëse ju pëlqen, pastaj ta përgatisni pjatën tjetër. Sallatën e kemi gati dhe tash na mbetet vetëm se gjithçka të servojmë edhe të përgatisim dhe të shtrojmë tavolinën e iftarit. Po e shikoni që edhe patatet janë skuqur mjaftueshëm mirë. Unë kam dëshirë t'i skuqi shumë, pra siç po i shikoni këtu në video, tash në 250 gradë mundeni t'i pjekni edhe me ventilator ose flutur, pra e pastaj mishin po e vreni që është skuq mirë, nuk është djeg, ka qëndruar ashtu siç ishte, edhe tash vetëm na mbetet që gjithçka të servojmë edhe të shtrojmë në tavolinë. Është një recetë tepër e mirë e shijshme që mund ta përgatisni për mysafir, ja vlen të provohet edhe kjo recetë. Mund ta shoqërojmë pra me patate, salcën e kemi gati. Nëse doni me bë kombinime të ndryshme, mundeni të kombinoni edhe me pak pilav, edhe do ta keni një recetë shumë të mirë. Unë besoj që kjo mjafton për iftarin e sotshëm. Ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Tashmë çdo gjë e kemi shtruar edhe po e presim derisa të arrijë koha e iftarit. Duke ju dëshiruar agjerim të lehtë, lutje të pranuara, po përfundojmë edhe me këtë video recetë të përgatitur për sot me një iftari për mysafir ose për vete me recetat më të shijshme. Recetën e bukës mund ta gjeni të postuar në kanalin tim në YouTube Ida Roma. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.